Një lutje për sot. Të lutem Zoti im, të më falësh. Të lutem Zoti im, më bëj njeri të lirë, edhe jo të robëruar nga askush dhe asgjë përveç teje. Të lutem o Zoti im, më bëj pasardhës të denjë të Muhamedit alayhis salam. Të lutem Zoti im, më jep besim të pastër dhe më ruaj nga shirku, bidatet, shpifjet në fe dhe gjunahet. Të lutem Zoti im, të më japësh forcë në jetën e përditshme dhe të jemi durueshëm në çdo vështirësi. Më ndihmo të eci në rrugën tënde i sigurt dhe me hap të pandërprer. Më bëj të sigurt në kohë kërkim faljesh. Më ndriço mendjen që të di të dalloj të mirën nga e keqja, që është më e rëndësishmja e çka më pak e rëndësishmja. Të lutem, më jep forcën e arsyes, më jep vetë përmbajtje dhe maturi, që gjatë jetës të mos rrëshqas, por që me arsye të vërej dritën, majat dhe humnerat. Më ruaj nga qëndrimi naiv, se në jetë çdo gjë mund të i kalohet. Më jep dhuntin e njohjes së qartë, të kuptoj se vështirësitë dhe dështimet janë përcjellës të përhershëm të jetës, krahas të cilave rritemi dhe arrim pjekurinë. Më përkujto se zemra shpeshherë turbullon arsyen. Në çastin e duhur më dërgo miq, të cilët do të më thoshin me aq durim të vërtetën. Më ndihmo që të mos u mbështetem kurrë njerëzve. Më ndihmo të pranoj të vërtetën dhe të hap rrugë me arsye. Më ndihmo që çdo mirësi të dhuruar prej teje ta shfrytëzoj me mirënjohje në rrugën tënde dhe për kënaqësinë tënde.